në një moshë të çuditshme kam parë, por nuk ishte aq e bukur. Me thënë të vërtetën, sepse më ka rastisur që më ka ardhur një grua rreth moshës 51 vjeç, e cila referonte që kishte të paktën rreth 10 muaj që nuk po i vinin me menstruacionet dhe erdhi për një këshillim për periudhën e perimenopauzës. Madje shoqëronte vajza e vet. Kishin pasur një fatkeqësi në familje, u kishte ndruar jetë dhe bashkëshorti, edhe konstatoi që ishte 9 muajsh e shtatzan. Çfarë bëri? Cila ishte zgjedhja? 9 muajsh. 9 muajsh. Nuk e kishte kuptuar që ishte shtatzan. Ishte rast shumë çuditshëm. Ishte pranë lindjes. Ai ishte gati për të lindur. Wow. Nuk kishte ndoshta nga mungesa e ciklit, ndjej një fryrje barku, ndjej një lodhje, nuk kam perioda, ndoshta menopauza, hapshë nxehta etj. Ishte 9 muajsh shtatzan. Pra, ishte një gjë shumë e vështirë. Shumë e vështirë ti thoshe vajzës 20 e ca vjeçe që mamaja është shtatzan. Bebja që erdhi në jetë ishte në gjendje shëndetësore? Mirë. Ishte në gjendje. Është nga